Ama të nderuar shikues. Po vazhdojmë aty ku e lam, po nisim sezonin e ri për të trajtuar tema të reja, mbase me politikanë të njëjtë, por që ndodhen në pozicione të ndryshme politike. Sonte do të flasim me një figurë politike, rilindjen e të cilit e kemi parë me zë me figurë. Por mbase për të rilindur një subjekt politik është edhe një proces më i vështirë se sa një rilindje individuale. Do trajtojmë temat që ndërlidhen me aktualitetin politik, me të ardhmen e aleancës për shqiptarët që udhëhiqet nga kryetari i saj Zjadin Sela. Mirëmbrëma zoti Sela, mirë se erdhët. Mirësëgjeta, faleminderit për ftesën. Zoti Sela, po e filloj me atë që është aktuale. Tashmë jemi në ditën e dytë të zbatimit të projekt ligjit që ka të bëjë me projektin që tashmë njihet si qytet i sigurt. Derisa kjo përbërje qeveritare prioritet e ka dhe promovon sigurinë e qytetarëve, projekti qyteti i sigurt është problematik për aleancën për shqiptarët, edhe për nga ana kushtetuese dhe sociale. Pse kështu, zoti Sela? Unë nuk e di se sa e ka prioritet sigurinë e qytetarëve ky pushtet. Kështu e promovojnë, po. Mund të jetë konstatimi juaj, Jo, ne po e transmetojmë atë që e thonë, po. Po tani është goxha jo etike, kur mundohesh që pas qëllimeve tjera në plan të parë ta nxjerrë sigurinë e qytetarëve për cilin edhe ne patjetër që jemi, që qytetarët të jenë më sigurt. Por nga ana tjetër, unë nuk e kuptoj pse për çka do duhet që qeveria të shpejtojë dhe ky ligj të kaloj pa ndonjë debat të mirëfillt, pa u hap disa tema të rëndësishme sa i përket projektit, me që është i rëndësishëm si projekt sipas qeverisë edhe sipas nesh, nuk ka asgjë të keqe që siguria e qytetarëve të jetë çdo ditë më në nivel. Mirëpo, realisht lini shumë dilema. E para punës, nuk mundet për shembull, ne jemi në Çajir sonte, apo jo, tu i keni studiot ju. Po. Dhe po mendoja tek Vija Këndej. Komuna me infrastrukturë më dobët të zhvilluar nga gjithë komunat e qytetit të Shkupit, apo. Komuna ndoshta që infrastrukturën e ka më pak të zhvilluar dhe që nuk i përngjan të këtij shekulli, apo nga shumë e shumë komunat të tjera që nuk janë në kryeqytet, por janë edhe jashtë, edhe janë më larg, apo të ketë teknologjinë në komunikacion më bashkohore. Apo ajo krijon dilema kjo çështje. Sidoqë të jetë dhe të jetë numri i kamerave më i madh se në çdo komunë tjetër. Dhe kjo hap dilema që duhen trajtuar. A është e vërtetuar kjo, zoti Sela, përsa i përket numrit të kamera? Po natyrisht ju mund dilni edhe ti numroni, sepse ku jeni afër dhe do e shihni vetëm John Kennedy, mund keni kamera më tepër se sa në gjithë qytetin e Shkupit. Sepse kritikët thonë që duhet të ankohen ata qytetarë të cilët nuk janë të vëzhguar nga kamerat. Tani, ne mund të shtrembrojmë tezat, por unë ankohem një gjë dhe një projekt që s'ka kritere. Çdo herë duhet lënë shumë hapësirë për të pas dyshime. Cili është kriteri i vendosjes së kamerave? A e dini ju? Cili është kriteri sipas së cilës qeveria ka vendosur që duhet vendosur kamera ku? Nëse kriteri do të ishte në të gjithë qytetin e Shkupit, në të gjithë udhkryqet, okej, do ta llogarisnim sikur nuk ka tendencë dhe nuk është tendencioze. Nëse kriteri do të ishte në çdo hyrje dalje të qytetit të Shkupit, si kryeqendër, apo jo, pa marrë parasysh se kush graviton e çfarë graviton, atëherë natyrisht që edhe ne nuk do të kishim argumentet. Nëse kriteri do të ishte implementimi i këtij projekti, jo vetëm në 3 qytete, por implementimi i këtij projekti
në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut, ashtu siç edhe e përcakton kushtetuta që qytetarët duhet të jenë të barabartë edhe në ndëshkim, edhe në siguri, edhe në gjithçka, apo jo. Pa marrë parasysh se në cilin territor jetojnë, natyrisht që nuk kemi se si ta kundërshtojmë në këtë gjë. Pastaj ka edhe disa elemente tjera, me dinë që që shteti lind pyetja. Koncepti i shtetit. Është funditës, është një kontratë ndërmjet qytetarit dhe shtetit. Në mënyrë që qytetari bëj pjesën e vet, paguaj tatimet, ndërsa shteti ti siguroj shërbimet. Cilët shërbime? Ato që si siguron vetë. Ndërta, edhe siguria, dhe kryesorja, apo ja? Është nevojë elementare, bazike. Është. Ndërta, edhe shërbimi shëndetësor, apo, e arsimor, e tjerë, e tjerë. Tani, po e marim këtë Safe City si projekt, dhe po e vendojmë në dimenzionin Ka ndë një porosim base shoferi është me... Jo. Nuk i kam familjen rrugë dhe... Dakor. Me siguri kanë bërri dhe janë të kem lemru që kanë bërri. Si dhe që tjetë, me e fjalë, një ndër shërbimet që duhet vendosur edhe në kontekstin e Safe City, si ta qujmë Steel City, po në dilë kjo. Është, ja po marim një segment, shërbimet shëndetësore. A ka pasqyrë qeveria dhe këto që e përkrahin Safe City, sa është përqindja e qytetarëve që përfundojnë në emergjencë, në urgjencë, me makina private dhe me makina të ndihmës shpejt. A përfundojnë me makina të ndihmës shpejt dhe me ekip mjekësor që kujdeset për ta, apo përfundojnë me makina private të mbështjellur me qebe dhe transportuar nga familjarët. Unë nga eksperienca që kam, unë e di që është kjo e dyta fatkeqësisht. Dhe imagjinon një moment a bedini kur ka një urgjencë, dhe i cili duhet të transportoj një dashurin e tij, familjarin e tij në spital. Sa dënime do t'i bëj vetëm duke kaluar rrugët e Çajirit, nëpërmjet Safe City-t. Do shkelish, do çosh më shpejt, nuk do kujdesësh shumë për vijat e bardha, për semaforët, sepse ti ke emergjencë. Dhe bën luftë me kohën që të përfundojsh sa më shpejt në spital, me rastin që je duke transportuar. Dhe thënë, pa u hapur të gjithë këto tema, pa u vlerësuar dhe pa rregulluar shërbimet, ti nuk mund shkojsh në standardin më të lartë dhe të marrish shembull ku di unë kryeqendra botërore, të cilët veç më i kanë të rregulluara këtë çështje. Prandaj them, e para punës njërë është pak problematike, gjithë forma se si implementohet. E dyta, nuk është bën një studim dhe një analizë mirëfillt në lidhje me këtë projekt. Cilët janë efektet pozitive, po cilët do të ishin edhe efektet negative që do t'i prodhonte si projekt. Është ideja që të goditet xhepi i qytetarit, ose një analizë tjetër që patjetër në bazë të së cilës unë do duhet të vlerësoj si deputeti zgjedhur prej popullit ata përkrah apo jo, do të ishte për shembull, sepse dëgjoj që qeveria këto ditë me të madhe trumbeton që numri i rasteve të aksidentit në trafik është zvogluar. Po mirë, a më thot kush, a ka një analizë dhe me siguri Ministria e Punëve të Brendshme e din, cila është zona në të cilën ka pasur më tepër aksidente trafiku dhe që ka pas humbje jetë e njerëzish. Dhe a janë këta zona pikërisht, a ka qenë ky kriteri në bazë të cilit janë vendosur kamerat e sigurisë. Në qoftë se është në ky kriteri, pastaj ka një gjë tjetër. Ti nuk e ke të përgatitur infrastrukturën e trafikut. Flas për shenjat horizontale dhe vertikale. Unë pata rastin, para 2 ditësh, kisha një mbledhje në Tetov, dhe më rastisit kaloj rrugën industriale, nuk e ke një shenjë që të tregon cili është shpejtësia me cilën duhet i të lëvizish aty. E njëjta situatë pak a shumë e ke edhe në qytetin e Shkupit. Nuk ka, s'kam qenë kohën e fundit se ne i shohim ku janë shenjat.
nuk ka shenja që më tepër mungon në sinjalistikën rrugore. Këtu në Maqedoninë të Veriut janë shenja që tregojnë se sa duhet jetë shpejtësia e lejuar. Ke shenja për parking, ke shenja për këtë, e tjerë e tjerë. Pastaj, komuna e Çajirit, për shembull, po e marr për bazë. Është komuna që më pak ti e ka rregulluar edhe çështjen e parkimit të automjeteve. Do thënë mungesë parkingjesh, prandaj them, është komuna me më pak infrastrukturë më të keqe të rregulluar, duke u nisur edhe nga sinjalistika, edhe nga parkingjet, edhe nga gjithçka, tjetër që përbën sigurinë komunikacion, se siguria komunikacionit nuk është ajo kamera që ti të incizon në momentin që bëhet shkelja, a në ndërkohë ka më tepër teknologji avangarde sa i përket dënimit. E kur i përmbledh ti gjithë këto element, mungesën e kritereve, mungesën e shërbimeve që duhet të jenë të rregulluara dhe të vihet të ofrohet, mungesa e bulevardeve, mungesa edhe e parkingjeve, apo atëherë ti të bën të kuptosh që se këtu ka një tendencë, dhe tendenca është që të shifet edhe siguria, jo siguria e qytetarëve, por të shifet dënimi i qytetarëve në bazë të përkatësisë etnike që kanë. Dhe tani, vlerësoni, shqipni, zoti Cela, ju ishit ndër të parët që si parti politike dërguat iniciativë kundër këtij propozim ligji në gjykatën kushtetuese, që me njëherë pasuan kritika nga ish bashkëpartiakët tuaj që e cilësuan si veprim pa bazë juridike, sepse po ankimoni për një projekt ligj që akoma që akoma nuk ka hyrë ligji në fuqi. Pas kësaj, keni marrë përgjigje nga gjykata kushtetuese, është proceduar kjo ankesë? Pse më lejoni të japun përgjigjen atyre që ti i përmend kur u dha përgjigjen dhe këtë ju besoj e dini, pse ma bëni pyetje. Se duhet bëjmë lojën e që po parashtron në i pyetje. Jo, zoti. Gjykata, mirë pra, mirë, atëherë si gazetar duhet t'jesh informuar që gjykata kushtetuese ka hap lëndë. Si gazetar, natyrisht që ju takon që t'jeni t'informuar që as pak s'qëndron ato që thanë, që nuk ka hyrë në fuqi, prej momentin që një projekt ligj votohet në parlament, çdo qytetar ka të drejtën që të bëjë ankimim në gjykatë kushtetuese. Ne vlerësojmë që duhet ta bëjmë shpejt iniciativën në mënyrë që të mos hyjë gjykata kushtetuese të marrë vendim përpara se ligji të hyjë në fuqi. Ideja është që ne jemi të barabartë edhe te siguria, ne jemi të barabartë edhe tek dënimet, fundit, dhe jo të dënohet dhe në qoftë se është kushtetuese, atëherë le të vazhdojë ligji, por le të implementohet në të gjithë territorin. Në qoftë se nuk është kushtetuese, do duhet të rrezohet dhe nuk ka pse dikush të penalizohet dhe dikush t'i pështojë atij penalizimi apo jo. Kjo ka qenë ideja. Ndërsa vetë fakti që gjykata kushtetuese informoi opinionin se ka hap lëndë, tregon që ne kemi vepruar konform ligjit. Kështu që me ligj për gjykatën kushtetuese, iniciativat bëhen prej momentin që votohet në parlament. Gjërat tjera janë pralla mediatike, të cilet unë me dha ditë kur u pyeta thash. Jo, zoti Cela, mediat nuk merren me pralla, jo, ta qartësojmë një gjë. Mediat merren me atë që mediat i transmetojnë ato që i bëjnë politikanët. Nëse politikanët shesin pralla, atë gjë e transmetojnë mediat. Çështja ishte se ju u akuzuat që keni bërë një veprim pa bazë juridike. Më pastaj ju u përgjigjet që Taravari le të merret me parkingjet. Ti ke hallë më kundërshtosh tu dhe të mresh zërin apo çfarë? Jo, absolutisht jo. Unë nuk thash mediat shesin pralla mediatike. Unë thash sa i cilësoni pralla mediatike, kush i shet atëherë zoti Cela? Ai që e jep atë deklarat, që ma bët pyetje, harruat çfarë pyetët? Jo, nuk harrova.
Çfarë pyet? Atëherë çfarë pyetet? Ju pyeta se gjykata kushtetuese ku jeni ju me informacione sa i përket procedimit të lëndës cilën e keni dërguar si ankesë. Formulo edhe një herë pyetje. Po zoti Sela, pse ju merrni me pyetjet e mia derisa ju nuk përgjigjeni si duhet? Tash a unë t'ju të rekomandoj juve si të përgjigjeni? Unë po të përgjigjem dhe ti më apostrofove se çfarë than oponentët e mi, apo? Patjetër që po. Dhe unë thash oponentët e mi shesin pralla mediatike. Ku e gjete veten ti këtu? Jo, absolutisht. Atë pse reagon mediumët? Unë su mora me mediumët. Dakor, po për ta qartësuar. Ai eksponent politik. Për ta qartësuar. Që dol dhe po nuk qartësove ti. Po ju duhet ta qartësoni. Po unë nuk jam këtu për qartësuar, ju jeni. Ti e vazhdo me idenë, unë thash, nuk tha kush ty, thash prallë mediatike, po shet ai tjetri që e kishte mikrofonin, që pas ka qenë, ku di unë, s'ka ju fuqi, s'kemi bazë juridike, e tjerë. E keni kopju idenë e kështu me radhë. Po pra, idenë pas kemi kopju, kanë zbulu gjykatën kushtetuese ato lemo, se merrni me këtë gjëra qesharake. Dakor. Kështu që mos bëni ku di unë atë që unë su mora me ju, thash prallë mediatike, ka shit dhe shqipe thash më duket, apo? Jo, shqip po flasim. Prej në fillim shqip po flasim. Atëherë duhet kuptohen. Po kuptohen. Shiti prallë mediatike, ai eksponenti që dol dhe tha që s'ka bazë juridike, në ndërkohë që gjykata kushtetuese hapi lëndë dhe tregoi që ka bazë juridike. Dhe unë jo rastisht kam thënë që çështje serioze nuk ju lihen njerëzve jo serioz, ndoshta. Kam gabuar me një gjë se eksperti i pa diskutueshëm sa i përket parkingjeve është Arben Taravari, ndoshta në atë segment ai duhet merret sepse është eksperti asaj. Në ç'kuptim është ekspert i parkingjeve? Mirë, si ministri i shëndetësisë veç me parkingje është marrë, kështu që në ndërkohë që spitalet nuk kanë as infuzione, nuk kanë terapi ambulare, qytetarët duhet shkojnë ta blejnë me paratë e veta, etj, dhe unë fatkeqësisht e them që jam edhe i lëmis, unë ka kohë që shoh që Ministri i Shëndetësisë vetëm merren me parkingje, kjo është në tmerr. Dhe kjo flet në vetvete se në çfarë niveli dhe në çfarë derexhe ka rënë shëndetësia. Dhe këtë e pagun çmimi qytetari për ditë. E pagun çmimin në momentin që duhet bëj një vizitë dhe duhet bëj dhe shkon të bëj një termin për një eho të thjeshtë të abdomenit dhe e merr terminin që duhet ta ketë mbas 8 muajsh ose mbas një viti e gjys, apo vetëm rastet urgjente. E po tani rast urgjent mund të jetë edhe një dhimbje e thjeshtë në abdomen për të përjashtuar ndonjë ndonjë gjendje që mund të jetë edhe kancer, apo sido që të jetë. Këto janë tema reale me cilët duhet të merren Ministrat e Shëndetësisë, dhe të merren me temat e parkingjeve. Prandaj them janë ekspert në atë pjesë sepse hynë e dalin qeveri shkaku i parkingjeve e pastaj marrin epitetin për këtë gjë. Kështu që realisht po ka bazë juridike, ne kemi bërë iniciativën për shkak se kërkujt nuk i ndalet që të bëjë iniciativë nga ana tjetër. Do të thotë subjekt politik edhe qytetari thjesht, secili ka këtë drejtë, por ne vlerësuam që duhet bërë në mënyrë që edhe vendimi të bëhet më shpejt, të merret i gjykatës kushtetuese dhe unë bëj apel që më shpejt të shqyrtohen iniciativat, letë mos jetë e jona, në qoftë se janë letë të shqyrtohen të tjerëve, s'ka asnjë problem, vetëm që qytetarët të jenë të barabartë dhe të mos lejojmë diskriminimet të çfarëdo lloje qofshin. Dakor. Ju zoti Sela megjithatë jeni edhe deputet në kuvent dhe këtë ligj nuk e votuat. Mirpo në mesin e deputetëve që votuan ishte edhe ish deputeti Aleancës për Shqiptarët zoti Ilir Debini. Në fakt, ajo çfarë ndodhi në kuvent dhe në ky projekt ligj, kalimi i këtij projekt ligjit ishte edhe një dëshmi tjetër që kjo përbërje qeveritare ka arritur të siguroj edhe atë që njihet si shumicë dyfish, pra pa mos pasur nevojë edhe për votat e partive tjera opozitare shqiptare. Këtë rast, votimi i Ilir Demirit pro këtij ligji edhe kalimi i këtij deputeti si deputet i pavarur, sepse prej momentit që kaluar nuk kemi arritur të takohemi dhe të bisedojmë për këtë çështje. A është një fakt që në Aleancën për Shqiptarët ekziston kaq shumë demokraci e lirë që saktësisht secili deputet të veprojë dhe ashtu saktë siç mendon, apo ka një kauz të qartë partijake, sepse kur bëhet fjalë për ligje të cilat i tangojnë interesat e qytetarëve, pra nëse merret vendim kolektiv që nuk duhet të mbështesen ato ligje, pse pastaj ndodhin këto kalime
të kësaj natyre? Atëherë, shumë shkurt. Alianca për shqiptarët po ka demokraci të brendshme. Alianca për shqiptarët është e njohur për një parti e cila e ka pas dhe e ka demokracinë e brendshme më zhvilluar nga çdo subjekt tjetër politik. Në statutin e saj ka toleruar edhe fraksione dhe gjithçka, por që realisht çdo herë ka pas brenda vetës edhe njerëz të cilët e kanë keq përdorur këtë demokraci të brendshme. Kanë keq përdorur edhe besimin e Aleancës për shqiptarët që u është dhënë, njerëz që kanë lëvizur në karrierë pa dhënë minimumin e kontributit për Aleancën për shqiptarët. Kur jemi te rasti i Ilir Demiri, natyrisht e ka lëviz në Aleancë për shqiptarët, duke anashkaluar antarësimin e gjithë këto gjëra, duke qenë drejtor, ministër dhe deputet. Tani Ilir Demiri para, nuk e di sa ka 2 muaj, Vendosi. A dol publikisht dhe u distancua nga Aleanca për shqiptarët dhe tha do veproj i pambarëm. Apo? E tani veprimi i tij politik që bëri është në kokë të tij, nuk e dija është në kokën e tij. Për këtë duhet deklarohet ai vetë, po unë mbaj drejtën të distancohem nga veprimi që ai ka bërë, me votimin e ligjit. Dhe Ilir Demiri nuk përfaqëson mendimin dhe vendimet politike që sjell Aleanca për shqiptarët. Përfaqëson vendime politike që i sjell në kokën e vet. Natyrisht që është totalisht jo korrekte. Ju më keni dëgjuar mua që unë kam qenë i rezervuar, nuk jam marrë me veprimin, kam qenë edhe në debat këtu, por ma keni hapë këtë çështje. Apo? Dhe unë kam thënë çdo që ka për të thënë le ta thotë ai vetë, nuk kam se deklarohem unë për veprimet e tija, dhe njësoj mbaj të njëjtin qëndrim, por me që ka sjell në kokë të tij, apo nuk e di në çfarë formë tjetër është realizuar qëllimi i tij, votimi i tij për mbrojtjen e qytetarëve sipas tij. Kështu është prononcuar. Unë kam dëgjuar prononcimet Abedin edhe të tipit që po edhe po mos votoja unë, do kalonte ligji. Po atëherë më vjen keq, ja tani se s'ka qenë këtë studio me një studio tjetër. Aty prezent ka edhe bashkëbisedues tjerë të subjekteve tjera politike, apo që nuk besoj që nuk e din, ti thonë po mirë, avokati i popullit, a kalonte pa votën e tij, se ishin votime të radhës. A bëj badenteri. Dhe thëmë nga 3 njerëz në studio, që duhet jenë oponencë, përfshi edhe gazetarin, kërkush nuk e bëni pyetjen që t'jarëzohet tezën. Po si do që tjetë, dhe thot nuk bësh ka fjalë, vetëm se pas ka votu se ashtu do kalonte edhe pa votën e tij. Po aludoni në marrëveshje politike mes zotit Demiri dhe përbërjes aktuale qeveritare? Nuk e di, ne jemi qenje njerëzore dhe kemi logjik. Apo, dhe fjala kur thuhet në opinion duhet të ketë peshë. Sigurisht. E tani, në qoftë se ky ligj kalonte pa votën e tij, atëherë ç'ndodhi me ligjin tjetër që kaloi me votën e tij. Apo, dhe kjo nuk është sjellje e një opozitari. A është sjellje e një opozitari, zoti Sela, që një gjykatës të kapet pra në flagrancë, pra në shtëpinë e prindërve të tij, të kapen 350.000 euro, dhe ju si parti politike, si Aleancë për Shqiptarët, dhe ju si kryetari i kësaj partie, nuk gjetët hapësirë kohore që në asnjë moment të vetëm ta shprehni një reagim apo një qëndrim mbi këtë çështje. Natyrisht, edhe kjo është temë që e tangon opozitën. Mirë po, ju edhe në hyrjet e emisionit bët një hyrje të cilën që do të ndërlidhemi edhe më vonë. Që unë, jo po, çdo gjë ndërlidhet. Po, patjetër. Që unë kam pas fuqinë që të rilindi për vete. Si individ, po. Po. Mirë po, në drejtim të një subjekti politik, nuk do të thotë që është aq e lehtë, që është sakt. Para gjë e vështirë është, por ne po rilindim për ditë, apo? Dhe kjo nuk kupton që ne po funksionojmë në vështirësi. Ju bashkë me këtë duhet thoni që unë përfaqësoj një subjekt politik që janë grabitur zyre. Nga hajdut klasik. Unë përfaqësoj një subjekt politik që është grabitur djersi dhe mundi. Dhe edhe financimin si subjekt politik.
që takon si rezultati punës që ke bëhë dhe me ligjin për financim partive politike ti paguar në bazë të funksioneve. Tani, këtu zoti Sela, vetëm një moment. Ama jo, mos më ndërprit me të nimin. Jo, po flisni, jo, ti referoheni me terme që për qytetarët ne kuptojmë nga pozicioni juaj, por nëse flasim për grabitje dhe hajdut klasik që i quani, ata nëse këshin bërë një grabitje tillë, do duhet ishin prapa grilave. Tani, unë po të them që në cilin segment nga kjo, unë gënjeva diçka. Më është vjedh kontributi, më janë vjedh zyrat, e thash, më vjedh finansat, që si duhet funksionohë një subjekt politik, dhe natyrisht që unë jam në beteje sipër për ta fitu këtë çështje dhe kam zgjedh rrugën e civilizuar dhe ligjore, nuk kam dash të zgjedh rrugë tjera, që s'm duken normale për një veprim politik, dhe natyrisht që unë kam besimi që do ja dali. Po si do që tjetë, një gjë duhet thënë qartas dhe mirë, unë nuk dorëzohem kohë. Dhe për krasit që më rrinë, mrapa, nuk dorëzohem. Ne dorëzohemi dhe për ulemi vetëm për para sovranit, atyre që në kanë dhënë fuqin, shqiptarëve, votës tyre. Dhe kjo është rruga që do të ndjek aleanca për shqiptarët. Po, ne do të flasim për vizionin dhe të armën ashtë, për rastin konkret. Si është e mundur, zoti Sela, që ju lider opozitar, mos reagoni fare për një Shtu që ta merrni përgjigjen se këtë po them, s'ke nevojë të bësh, ku do të bëjmë histerikun ku përmendet në një subjekt politik, sepse në fundit është betejë imja me ta dhe ti s'ke lidhje. Jo, absolutisht. Jo, po pasaj për kritikon të tjere kur nuk për reagojnë, zoti Sela. Pandaj unë për mos u kritikuar pasaj për të tjereve gjashëm, unë bëj atë që duhet të bëj një moderator. Ama mos bëj zhurmusin, më thuj ke cili segment gabova. Po nuk për bëj be zhurmusin, zoti Sela, po nuk e di pse t'inglon kështu të kjo. Ama këshu n'gjanë. Jo, absolutisht. Vazhdimisht po gjikoni pyetjet edhe çastet time. Ma kundërshto tezën. Dakor, po do të flasim pasaj. Ti s'ma kundërshton tezën, unë po them duhet kundërshtu teza kur unë bëj ndonjë gabim. Kështu që në drejtim të kësaj, po është çështje që i takon çdo subjekti politik që të bëjë reagim. Unë nuk e di se kush ka qenë më i zëshmi që ka reaguar. Më të zëshëm kanë qenë partitë në pushtet, çuditërisht. Prandaj të pyeta. Po. Që të vish atje ku dua unë. Dërsa partitë pushtet dhe unë jam në partitë pushtet faktikisht unë kam disa pyetje tjera. A kanë qenë ka zëshëm për lirimin e atyre që të cilët u akuzuan dhe u dënuan për terrorizëm në 27 prill? A janë po aq zëshëm kur dhe unë nuk kam informacion si deputet se kush vazhdon të jetë në burg dhe kush nga këto e bën burgun duke shëtit lagjeve e duke ndet kafeneve të kryeqytetit dhe me që flasim për drejtësi. Po flasim për drejtësi. Dhe kur flasim për drejtësi, aja nuk mund tjetë, duhet tjetë me sy mbyllur, apo? Dhe nuk mund tjetë për një rast kështu ose për një rast tjetër. Për nuk duhet vendohem në mbrojtje të Kodi unë dikujt nga gjykatësit, në qoftë se është e vërtet ajo që doli, mirë që doli, dhe mirë është që të marrë dënimin që meriton. U bë zhurmë me mjaftueshme në lidhje me këtë çështje, faktet flasin vetë, ai duhet marrë dënimin që meriton, dhe nuk kam ndonjë gjë tjetër që shtoj. Sepse po flis, po. Dërsa kjo tema tjetër e gjyqësorit, që është tema më tepër e konsumuar gjatë fushatave elektorale. Për mungesën e besimit, po. Dhe jo vetëm nga kjo qeveri, për hir të së vërtetës, mos harrojmë se edhe Zoran Zaevi erdhi me premtimin që nëse s'ka drejtësi, nuk do të ketë paq. Dhe vetëm drejtësi s'kishte, po përkundrazi vazhdoi ajo që është edhe i shndruar tani në sindrom i kësaj shoqërie, që segmenti më i përshtatshëm ndaj pushtetit është gjyqësori faktikisht. Dakor. Që i përshtatet nevojave që ka çdo shumicë që krijohet. Apo jo. Në një farë unë jam viktim e këtyre lloj pushteteve dhe kësaj lloj mendësie, apo dhe kështu viktim janë edhe gjithë qytetarët, sepse një shtet që nuk e ka të pavarur
këtë shtyllë shumë të rëndësishme të pushteteve, apo, si që është gjyqësori, është shtyllë e veçantë e pushteteve. Saktë, e treta. Ashtu. Dhe në këtë situatë, kur fut duart, thellë, pushteti, qeveria në këtë pushtet, nga ana tjetër vetë dorëzohet gjyqësori me qeverinë në çfarëdo lloj shumice që krijohet, natyrisht që qytetarët kufizohen në liritë e tyre. Dhe tani mund të flasim edhe për elemente tjera. Për shembull, është tragjedia në Koçan. Po. Natyrisht përpjekjet që sa më tepër të shkohet deri në fund hetimit në lidhje me rastin e Koçanit është për të përshëndet, por nga ana tjetër mungesa e njëjtit standard edhe për tragjedinë e spitalit modular në Tetov, mungesa e njëjtit standard edhe për tragjedinë të Besa Transit, gjithto që unë kam pas rastin që të shkoj në të pame dhe Durmotursi, këtë gjithë të raste, por nuk hiqen nga mendja edhe me rastin e spitalit modular, por edhe me rastin e Besa Transit të shkosh në pame dhe mos kesh kujt t'i thush ju shëndosh ose t'i shprehësh ngushëllime, për shkak se familje të tëra u zhdukën. Dhe ku ka ngel hetimi deri në çdo segment nga ish ministra, kontrollor teknik e gjithë edhe për këtë raste. E në qoftë se gjërat shifen në bazë e themi keqardhje, në bazë të përkatësisë etnike që kanë viktimat, natyrisht që nuk ndihemi mirë, gjithsecili prej nesh. Apo jo. Megjithatë, zoti Sela, dhe kjo nuk mund të mbulohet vetëm me deklarimin që unë s'kam gjë kundër asnjë bashkësie etnike, po më ke kundër. Jo, sepse më shumë se fjalët lëshojnë veprat. Zoti Sela, jo, në këtë drejtim, sepse ju kishit fati, tullheshni, jo, vetëm një moment, se këtu duhet ta bëjmë, jo, duhet ta bëjmë një ndërhyrje me patjetër. E tani, veç një fjali dhe them. Ti përsakoje kundër gjuhës që unë flas. Patjetër se edhe kundër meje. Se unë, në fundit, jam ai gjuha që unë flas. Identiteti. Maqedoni është gjuha që ai flet. Turku është gjuha që ai flet. E kur ligji të obligon që ligjet mi sjellësh në dy gjuhë dhe ti nuk mi sjell në dy gjuhë, kjo flet që ti e kundër meje, ke diçka kundër meje. Kundër asaj që unë flas. Sepse folëm për rastin në drejtim. Edhe në drejtim për rastin në drejtësia është e tërë kur është e plot dhe është e verbër ndaj përkatësisë etnike. Ne kemi raste kur dhunusit janë Maqedon, cilësohen me aksident trafiku dhe dalin me 3-4 vite, edhe kur viktima është fëmijë si rasti i Almirit, apo? Në Kumanov, sakt. Kur shihet në video që është vrasje me qëllim, me paramendim, dhe ke raste kur ishte, nuk e di si e pat ky djali i ri tash në fundit, që nuk e di tash, se cili që bën një shkelje, një aksident rrugor dhe përpasoj viktima duhet përfundojë në burg, po jo kur është bëhet fjala për shqiptarët të jetë maksimumi i dënimeve, e të tjerë të kalojnë me kusht. Patjetër duhet t'i flasim për gjëra. Po, duhet t'i flasim. Ka ndodhur në vazhdimsi. A di kur ndodh zoti Sela, edhe kur drejtësia udhëheqet nga shqiptarët. Ngjashëm edhe ju, kuadri juaj ka udhëhequr me drejtësinë. Zoti Lloga ka qenë ministri i drejtësisë dhe ju përmendet disa raste të montuara politike që akoma nuk janë zbardhur, dhe ajo që mban mend publiku nga periudha kur ka qeverisur zoti Lloga me drejtësinë është një vizitë në burgjet në burgun e Idrizovës dhe është takuar edhe me viktimat e këtij rasti, pra me viktimat e rastit Alfa, dhe u ka premtuar një zbardhje dhe një hetim të këtij rasti. Po flasim për një kuadër që ka bëruar nga partia juaj politike. Ku është tani zbardhja e këtij rasti politik? A dëgjove? A e bën e pyetjen? Po e bëra pyetjen zoti Sela. Po sepse po flisim për shumë raste ku drejtësia ka qenë selektive dhe ndaj shqiptarëve. Për krenarin pyetje. Po plus sepse krenari ka qenë kuadër i Aleancës për shqiptare që ju e keni dërguar në Ministrinë e Drejtësisë. Marave? Po. Sigur. Sigur, zoti Sela. Para punës, mos i përgjithëso gjërat, secili duhet mbaj llogari për periudhën që ka në qeveri, në pushtet e qeveri. Nuk mund t'i ndërlidhish sytimin, proceset montuara politike dhe të apostrofosh një emën Krenar Llogën,
që e ka emëruar Derisa ministër. ju jeni këtu, këtë ministër duhet ta përmendi, ja të lutem. Ama unë të pyeta, a mbarove me pyetjen Abedin. Dhe ti më the mbarove. Po, sigurisht. Po të lutem, unë du durove. Po jo, derisa vazhdoni me u marrë me pyetjen time, unë duhet ta qartësoj. Vazhdoni përgjigje. Detyra jote nuk është të mpyesish mu vetëm për një periudhë dhe ti përfshish proceset e montuara. E pse zoti Sela po na tregoni neve detyrat? Ju përgjigjoni sepse po akuzoni se raste të shumta. Amo ti edhe prokuror me qenë nuk mundesh ti mund të detyrosh të përgjigje me jo, absolutisht jo. Tani do vazhdoj me emisionin. Patjetër që po. Me i fjalë. Ti nuk mund përmendish proceset montuara politike dhe në atë kontekst ta fusish Krenarllogën, që pas ka qenë ministër diku as një vit, apo? Dhe të përfshish proceset montuara politike që kanë bëjnë me dekada, prej se ekziston pavarësia e Maqedonisë, e deri edhe më herët në ish Jugosllavi dhe tani në këtë kontekst ti të përmendish vetëm Krenarllogën. A e dini se sa e pafishme është një konstatim dhe një lloj debati dhe një diskurs debati si e zhvilloni juve në këtë formë, apo? E me që duhet flas për Krenarllogën, ja po flas, s'ka asnjë problem. Dhe në këtë rast është emër i përveshëm sepse ka ushtruar këtë pozitë. Mirë pra, dakord. Po. Dakord. Dhe Krenarlloga po ka shkuar edhe me me detyrim nga ana ime, po me marrëveshje që të bëj çmos, që ti zbarë disa raste, dhe ato që janë për ti zgjedhur, ti zgjedhe si raste. Po ka shkuar dhe ka vizituar kushtet në burgun e Idrizovës, dhe duhet shkoj çdo ministër që ta shohë se me çfarë situata mizerje trajtohen ato njerëz atje. Po ka shkuar dhe ka pa kushtet për shkak se Krenarlloga ka propozuar edhe ligj për amnesti, i cili pastaj nuk e kaloi shumica parlamentare udhëhequr nga LSDM-ja aso kohë, këtë ligj dhe dështoi, po jo për fajt të ministrit, nuk dështoi. Po Krenarlloga është marrë me rastin Alfa. Dhe rezultati i kohës kur ka qenë Krenarlloga, u pastru dilema asaj video që me 10 vite nuk merreshte asgjë si iniciativë, paktën si informata që i kam unë. Dhe ngeli vetëm vendimi i gjyqit në mënyrë që Agimi, apo? Po, Agimi Islami, po. Agimi Islami të lirohet i pafajshëm nga gjyqi, apo? Në kohën kur Krenarlloga ishte ministër i drejtësisë, gjyqi shtyhej e nuk mbahej. E Krenarlloga nuk është gjyqtar, ishte ministër, apo? Dhe me njerë sa po u largu Krenarlloga dhe Alianca për Shqiptarës dol për i qeverie, Alianca e Shqiptarëve pe vërteti, jo kjo e vjedhura e këtyre hajnave që e kam vjedh Aliancën. Atëherë, gjykata nuk e morin shqyrtim pa fajsinë e Agim Islamit dhe i sot e kësaj dite është në burg, apo? Kështu që, kjo është sa i përket Krenarllogës, dhe se periudhe as gati një vjeçare që ishte ministri i drejtësisë. Po do një flasim për proceset montuara politike, po flasim. Jo, flasim dhe një moment tjetër. Mos pretendoni, mos paraqikonin pyetje, sepse nuk ishte tendenca për ta izoluar një emër të përveçëm përkundër gjitha rasteve të montuara politike. Unë përmenda qartë që drejtësia është udhëhequr nga shumë ministra shqiptar, në mesin e të cilave edhe një kuadër. E tani. Sepse kështu ishte përpilimi. Dhe unë pyeta e mbarove pyetje. Po. Që t'jap përgjigjen dhe ti vazhdon pastaj ndërhyn akoma. Mos mërhy. Unë pyes, urno, parashtroj pyetjen dhe unë përgjigjem. Unë do të përgjigjem ashtu siç është e vërteta. Dhe jo se si dhe jo se si do të tingëllojmë veshin tënd dhe si do të pëlqente ty. Ti mos keni asnjë dilemë. Po të lutem. Atëherë mos më ndërpre. Jo, dakor. Ti ke drejtën e Zotit bësh çfarë do lloj pyetje të duash. Sigurisht. Unë kam drejtën time të përgjigjem si dua. Dakor. Unë nuk merrem me përgjigjet e tua, as ju nuk duhet të merreni me. Mos më ndërhy. Dakor. Merrem me pyetje, si s'merrem me pyetje. Po derisa ju merreni me pyetjet, unë natyrisht unë duhet përgjigjem. Zoti Sela, mos humbim kohë duke u marrë me këtë çështje. Më 19 janar në 2 komuna të vendit u përsëritën zgjedhjet, në komunën e Vrapçishtit dhe në komunën e Gosivarit. Ju si Aleancë për Shqiptarët i ndatë rrugët me Aleancën Kombëtare për Integrim,
dhe me një farforme në nivel lokal bashkëpunuat me koalicionin Vlen. Ishit në mbështetje të një kandidati të cilin e mbështeste edhe koalicioni Vlen edhe ju si Aleancë për Shqiptarët. Nuk arritët të korni fitore, pra rezultati nuk ishte në anën tuaj. Kjo forme bashkëpunimit në nivel lokal, a ishe një si hierarq, një tregues që mund të ndodhë në të ardhmen edhe një bashkëpunim. Si hariq do. Po, me koalicionin Vlen edhe në nivel qendror. Ti kishi fjalin për si hariq. Faleminderit për korrigjimin, po. Me zëqëllua diku. E para punës njerë, po, unë kam përkrahur kandidatin e pavarur Zulhajrat Demiri, që ka qenë kryetar dege i Joni, apo njësoj ka shpreh përkrahje dhe koalicioni Vlen, por unë do një bashkëpunim me Vlenin nuk kam pas. Në qoftë se do kisha, do më shifshit bashk në fushat me eksponentët e tyre, nuk ka ndodhur kështu. Unë thjesht kam përkrahur Zulhajrat Demiri, Zuli, si Aleancë për Shqiptarët, dhe kjo është storja se i përket komunës e Vrapçishtit. Në komunë të Gustivarit nuk kemi mbajt qëndrim, nuk kemi dhënë për krahje, antarësia ka qenë e lirë të veproje si të doj, në drejtim të kësaj, dhe kam vepruar ashtu siç kanë dashur ato vetë. Ndërsa sa i përket zgjedhjeve në Vrapçish, natyrisht që to ishin zgjedhjet përsëritura mbas 2 muajsh që përfundon zgjedhjet lokal. Kushtimisht thëmë ligji parashek si zgjedhjet e reja, me që rast ka drejt kandidaturat e reja dhe kjo është e vërtetë. Dhe në këtë drejtim, mendoj që Zuli ka arrit një rezultat të jashtëzakonshëm, natyrisht të hysh në garë me një rezultat para prak 6.000 me 470 sa kishte Vleni, dhe të arrish që të marrish diku 3.200 vota, dhe diferenca sa i përket këti 6.000 që i ranë votat nga raundi i atërshëm mos ishte më i madhe se sa nuk mos arrije mbi 2.000. Natyrisht që kjo flet për potencë dhe fuqi të Aleancës për Shqiptarët në komunën e Vrapçishtit. Kjo flet për një potencë dhe me një rezultat që minimumi në kontot të Zulit diku janë 3.200 vota që i ka arrit si kandidat i pavarur dhe plus mos harro se kishte edhe një moment tjetër, në qoftë se duhet të hyjmë analizë së këtyre zgjedhjeve. Dhe momenti është që Zulhajrat Demiri konkuronte pa listë për këshilltar. Dhe listat për këshilltar natyrisht që bien edhe numër votash. Më shumë sa i përket po. Natyrisht se mobilizon familje për krahës e tjerë e tjerë. Dakor. Megjithatë, vazhdimi i rrugtimit të Aleancës për Shqiptarët shihet qartë që është drejt një pavarësimi të plot nga Aleanca Kombëtare për Integrim. Një veprim i tillë ishte edhe i këshilltarit tuaj në qytetin e Shkupit, zotit Naim Bajrami, dhe megjithatë, gjitha këto lëvizje nga kritik vlerësohen si defaktorizim i fuqisë politike opozitare në nivel lokal. Kujt i shërben pavarësimi i ASH-s, pavarësimi i plot i ASH-s nga AKI? Dgjoj, njëre para punës Aleanca për Shqiptarët nuk është që ka pas ndonjë varshmëri nga dikush. Ne kemi pas një koalicion, por ne çdo herë kemi ditë që jemi vetvetja. Dhe këtë e kemi dëshmuar. Kemi dëshmuar edhe kur partnerët tonë koalicionit kanë votuar ligje për të qeverisë, ne kemi thënë jo, nuk i votojmë të ligje. Ligji për zgjerimin e qeverisë, që u bë ligji për pushtet lokal me çrast u shty mandati ushtruesve detyrës aso kohe. Domethënë ku mbi një vjet e ca nga 6 muaj që parashihte ligji vetëm për këtë rast, sepse janë bërë disa precedente të turpshme sa i përket asaj sigurisë juridike që duhet të ketë shteti edhe në drejtim të kësaj. Ashtu siç sot për shembull, ja ka përmendet edhe rastin e ripërsëritjes së zgjedhjeve që në aspektin kushtetues edhe kjo s'është rregull. Sot ti ke kryetar komunash të cilët janë të obliguar që ti nështrohen censusit prej 33% nga numri i përgjithshëm i votuesve, apo? Dhe ke kryetar komunash jo legjitim, që se kanë këtë kriter dhe nuk e kanë arrit censusin, apo? Tani unë nuk them që
duhet tjetë kjo ose ajo, por në qoftë se ka census, dhe në qoftë se një kryetar komune duhet plotësoj kriterin 33% minimumi i trupit votues, kjo duhet vlej për gjithë, ose s'duhet ketë census për asnjë. Dakor. Kështu që edhe në drejtim të kësaj, kujt i shërben. Tani varet me cilët kritik dhe me cilët opinionist edhe ju merrni mendim, ashtu siç ka njerëz dhe kjo është e drejta. Ne jemi në skemë politike dhe kemi drejtë edhe të gjykohemi, por edhe të paragjykohemi për veprimet që i bëjmë. Mirë, po nga ana tjetër, jo, nuk i dobëson pozicionin dhe opozitbërjen e shqiptarëve, jo vetëm në nivel lokal, por edhe në nivel qendror, përkundrazi jep kuptim. Përkundrazi e bën më të fortë, e bën më të vërtetë. Alianca për Shqiptarët duhet ndarë nga ky koalicion për shkak edhe të shumë lojrave, po për shkak edhe të imazhit që Alianca për Shqiptarët ka. Alianca për Shqiptarët është e pastër, sado që përpjekjet për ta ndot aleancën, për ta futur te koshi i njësojve nuk pushoj. Biles pjesa asaj logjike ishte ai debati me tone të larta ndërmjet nesh pak më herët, apo Jo, absolutisht jo. Mirë pra, jo, unë zhvilloj tezë. Nuk mundet Alianca për Shqiptarët të futet në koshin e asaj që po gjithë jeni njësoj, gjithë keni qenë pjesë e qeverisë. Po jo nëse keni qenë, duhet ta theni. Ama thuj edhe veprimet që ka bë Alianca për Shqiptarët kur ka qenë pjesë e qeverisë. Pa, ato duhet t'i thoni ju, nuk jam zëdhënë si juaj t'i thënë veprimet e juaj. Po, jo pra tani ti flet për analist, flet për... Unë flas për ato që nuk i keni bërë, jo për ato që i keni bërë. Po i them, këta po them, prandaj s'mundeni da trajtoni njësoj, ne kemi qenë jo më tepër se 45 ditë, 26 ditë në 2017 në qeveri, kjo është e kaluar Aliancës për Shqiptarët. Dhe brenda kësaj periudhe kemi sjell ligjin për gjuhët, kemi bërë kryeparlamentarin e parë shqiptar, kemi rrëzuar një regjim asë kohë që rezultoi me antarësimin e vendit në NATO e tjerë. Ne pa qenë qeveri kemi bërë ligj për mbështetësi, duke bllokuar parlamentin, në të cilin e kanë gjenë veten shumë qytetarë që realisht më të nëpërkëmburit dhe shtresa më e varfër e kësaj shoqërie, që ne na bën krenar që u jemi gjendur atyre njerëzve, apo gjatë periudhës që ju e përmendi që kemi qenë një pjesë shkurtur në qeverinë në vitin e fundit të qeverisë së kaluar, nuk kanë mungu rezultatet e Aliancës për Shqiptarët, prej përpjekjes për të penguar keqpërdorimin e balancusit, miratimin e rregullores e cila e obligonte çdo zyrë vendi që zbatoi ligjin ku do shkruaj edhe përkatësia etnike, ky kaos të cilën subjekte tjera politike si Lëvizje Besa ta kanë përdor në 3 cikle zgjedhore që do e fusin përkatësinë etnike në dokumentet personale dhe sot e kësaj dite nuk është, apo? Dhe kjo pastaj provokoi një zinxhir të tërë të mekanizmave shtetëror që kanë për qëllim që ne të na mbajnë të shtypur, që rezultoi me rrëzimin e ligjit të vitit 90, apo nga ana e gjykatës kushtetuese vetëm e vetëm që të vazhdoi të keqpërdoret balancuesi. E qeveria e tanishme po e bëri edhe tjetër, e hoqi komplet balancuesin. Kështu që prandaj them, mos i përgjithsoni gjërat se nuk i shërben qëllimit, që qytetarët ta kenë të qartë për kë votojnë dhe kujt ja japin besimin e tyre. Në qoftë se bëjmë zhurmën te ideja për të promovu, në fundite se nuk mendoj që ne duhet flasim vetë për veprimet tona, edhe për ato aktet pozitive politike që i kemi sjell, duam që të flasim të tjerët, edhe kritikat, por edhe gjërat që i meritojmë si subjekt politik që të na thuan. Po ti ke këndvështrimin tënd, okej, mund mbrohesh që unë s'jam zëdhën si ju, e dakord. Në këtë botë normale është, në këtë botë e cila çdo ditë më tepër
vetëm po materializohet, dhe paralelisht me këtë humbe dhe njerëzorja, apo? Unë nuk do të kisha... Kur dëshironi dili me këtë çështjen e materializimit të botës, zoti Sela? Në botën që po materializohet dhe fakti që po humbet njerëzorja çdo ditë, natyrisht që unë jam për të ruajtur edhe kjo njerëzorja, sepse ndryshe humb kuptimin gjithçka. Dakor. Çështja tjetër që është e rëndësishme të thuhet që në një paraqitje tuaje keni theksuar që Aleanca për Shqiptarët për 4 vite ka arritur një rritje, keni përmendur shifra dikur 4 fish, pra 400%, ka rezultuar me një rritje të madhe, por tani jemi në një situatë tjetër ku u organizuar një takim i liderëve, mirë po i ftuar në atë tavolinë të liderëve nuk ishte asnjë përfaqësues i Aleancës për Shqiptarët. Tani pyetja është kjo, zoti Sela. Kush e solli Aleancën për Shqiptarët në këtë gjendje? Kokëforcia juaj si kryetar i parë i Aleancës për Shqiptarët, apo sulmet e vazhdueshme për ta shkatërruar këtë parti politike? Jo, unë kur kam thënë që Aleanca për Shqiptarët ka pas rritjen më të madhe nga çdo subjekt politik, jo vetëm këtu, por edhe në rajon, apo për një periudhë shumë të shkurtër, besoj që kam pas drejt. Dhe kjo ka qenë Aleanca për Shqiptarët që është udhëheq nga ana ime. Po. Kur Aleanca për Shqiptarët nuk e ka vendin më në tryezën e 4 partive më të mëdha, kjo është rezultati i Erben Taravarit. Sepse në atë periudhë jetojmë, kur u bën ndarja nga një kryetar që ne e zgjodhëm dhe unë e mora për dorë dhe e shëtita në çdo nëndeg e deg, duke ia dhënë besimin. Dhe kjo është ai krahasimi më i mirë se ç'bën një kryetar i keq në variantin më të mirë, po ç'bën një kryetar i shitur në variantin më të keq. Vetëm një kryetar i shitur hik prej partisë. Vetëm një kryetar i shitur nuk përballet me strukturat e partisë, me kuvendin qendror. Dhe vetëm një kryetar i shitur ka për qëllim final të shkatërrojë dhe jo të ndërtohej. Dhe vetëm një kryetar i shitur ka për qëllim të keqpërdor mundin, djersin e çdo aktivisti i cili me shumë mund e ka ndërtu dhe ka arrit këtë parti të arris 400% ashtu siç kam deklaruar, se s'është vetëm merite imja, është çdo aktivisti. E tani, dëgjoj shpesh që në opinion përdoret kjo ideja e kokëforcisë. Nuk është, ku di unë, të ngatrosh parimet me kokëforci, unë mendoj që nuk i bën mirë kësaj shoqërie. Ku di unë, të ngatrosh kurrizin me kokëforci, përsëri nuk është mirë. Dhe unë, ku di unë, shpesh herë kam dëgjuar që këtë kokëforcin më përdorin njerëz të cilët nuk kanë kurriz. E tash është dhe të flasish për kurriz dhe njerëz që s'kan të tillë. Natyrisht që nuk mund t'i bindesh, se është njësoj si t'i flasish për kurrizin, dhe një kërmilli që është hyn ke grupi i pakurrizorëve si qenje biologjike. Kështu që natyrisht që nuk është kokëforcia ime në pyetje. Unë në cilin moment jam treguar kokëfort, ma thoni. Jo, nuk e tham, jo, ishte vetëm pyetje që po tani kur e thoni kokëforci, unë dua të përballem me argumentet në cilin moment, për çfarë kokëforcie flitet. A dikur do të thosh, unë nuk thash që ju keni qenë kokëfort, unë pyetja. Mirë, pyetja. Mirë, dakor, tani edhe unë sqaroj ato që e thënë dhe përgjigja është edhe për ato nga e ke dëgjuar ose në opinion që flitet të gjithë. Në asnjë moment unë nuk kam treguar kokëforci, bile përkundrazi kam qenë i gatshëm për të ulë dhe për të biseduar. Biles mbasi ka ndodhur ndarja, ne kemi bërë një takim dhe unë kam pranuar që të shkojmë takim, po vetëm me një kusht. Dhe kushti ka qenë që ne të shkojmë vetë në zgjedhje si Aleancë për Shqiptarët. Atëherë unë kam thënë, nuk është kokëforci ti thuash zotit Taravari dhe të tjerëve që shkuan pas tij, të thuash që dëgjoni djema e vajza, nuk është e mençme të prishi shtëpinë tënde dhe ndërtosh shtëpitë e tjerëve. Dhe sot plot eksponent të
që lëvizën aso kohë me zotin Daravari, e thonë të njëjtën gjë, na ka thënë kryetari që nuk prishë shtëpia jote për ndërtu shtëpitë e tjera. E tani, unë jam mësuar ndërtoj, do ndërtoj përsëri, por këto njerëz që të cilët mundohen që të mbulojnë turpin me gjoja veprime të mëdha që kanë dalë nga qeveria për shkaqe morale, patriotike, dhe që e drejtojnë gishtin drejt, oponencave tjera politike, mbjen çudi kur e dëgjoj disa eksponentë të Arben Daravari që flasin për balancusin. Harrojnë që kur kanë votuar qeverinë, në program qeverisë ekziston që kjo qeveri do e heqë balancusin dhe do sjellë një ligj të rregullohet këtë çështje. Dhe këto e kanë votuar me ligj, dhe janë pjesë e kësaj votimi. Ose kur merren tani me gjëja aktrojnë, kjo është aktrosh opozitarizëm, dhe jo të bësh opozitar. Minimumi që bëhet në këtë rast është duhet heshtish dhe të përballesh me turpin që ke bë, sepse kjo ka një piknisje ku janë shqiptarët sot, dhe piknisje është pikërisht ka ato njerëz të cilët e sollën aleancën për shqiptarët këtë drejtë. Po flasim për një takim të liderëve ku munguat ju, megjithatë sigurisht i keni përcjell edhe takimin, edhe dakordancat që janë bërë në takim. Megjithatë ajo që mori momentin e publikut ishte shkuarja e zotit Kasami me një veturë luksoze, dhe kjo pasqyrë sipas prizmit tuaj, a nënkupton që shqiptarët përfaqësohen nga politikanë që vuajnë për jetë luksi, apo në fakt ata pjesëmarrës që kanë qenë aty nuk kanë pasur çfarë të ofrojnë më shumë në atë takim përposa asaj sfilate me atë veturë? Bedin, fatkeqësisht unë nuk do të kisha thënë që duhet përfaqësohen me atë, se nuk është mesazhi jeta e luksit, po mesazhi është amoraliteti i skajshëm që ka përfshirë shoqërinë shqiptare. Dhe një ndër to amoralitete është se sa lehtë janë të amnestueshëm këto lloj tipa liderësh të cilët dalin me ato lloj makinash luksoze. Që për të vendosur vëmendje, janë gjendje që të bëjnë edhe skandale të tipit të tillë. Mban edhe kjo, kur je bosh në kokë dhe në vepra, dhe kur s'ke ide politike dhe mundohesh që ta kamuflosh me skandale të tjera të çfarë do lloj tipi që t'jen atje. Po më e turpshme që zbresish nga një makinë e tillë, unë besoj që nuk ka për një përfaqësues që synon dhe thotë që unë jam kryetar partie dhe lider pop, sepse duhet të japish përgjigje pastaj. Se nuk është rast i veçantë i shkputur. Para do kohë nuk e ditash, kërkoj ndjes nëse ka qenë, lajm i rrejshëm, kërkoj ndjes. Po pa të qarkullu një lajm që djali i këtij kryetari ka bërë një aksident apo automobilistik me Maserati. Në qoftë se është i rrejshëm, kërkoj ndjes. Por ka qarkulloj para një vitja, disa muajve. Dhe këto që ripërsëriten këto raste dhe shfaqja teatrët me këtë lloj qasje, që e nga ana tjetër goja plot luftë kundër korrupsionit janë mos përputhje me njëra tjetër. Ndërsa sa i përket takimit liderëve. Po, është dakorduar këtu çështja e ndryshimeve në kodin zgjedhor, sepse nuk kemi shumë kohë, vetëm ta potencojmë atë çështje. Unë kam shumë rëndësishme të flas për temën. Sepse këtu në këtë takim, po dakord gjithsesi, ne kemi planifikuar pyetje që në këtë takim është dakorduar dhe kanë rënë dakord pjesëmarrësit që të bëhen ndryshime në kodin zgjedhor dhe të formohet vetëm një njësi e vetme zgjedhore. Nga ana tjetër, ju keni kundërshtuar në parim këtë ide dhe keni sjellur një propozim me 8 njësi zgjedhore. Pse kështu, zoti Cela? Atëherë, lejoni që të flas më gjerë pagës në lidhje me temën. Takimi i liderëve fatkeqësisht nuk prodhoi asgjë. Prodhoi liderë të cilët ndryshe u deklaruan në mjetet e informimit dhe ndryshe vepruan të nesërmen kur shkuan ose pas disa ditësh që shkuan në seancë plenare për votuar, edhe për ligjin, për sejfësitje, etj. Prodhoi loja të cilët pastaj edhe gjëra të cilët u pranuan sikur asgjë e madhe s'po ndodh, në ndërkohë që janë tema shumë të ndjeshme.
unë kam folur në lidhje me njësi dhe kam arsyetuar, apo një njësi zgjedhore është e dëmshme. Në qoftë se ne bim dakord që vazhdohet që dënimet, përndjekja dhe gjyqësorit veprojnë në bazë emrit dhe mbiemrit që ke dhe jo në bazë veprës penale që ke bërë. Dhe në qoftë se ti nuk je i vetëdijshëm se ç'do të thotë një organizim politik dhe njësi zgjedhore, atëherë unë mendoj që nuk duhet hysh dhe çesish shpërralla të tipit që janë bërë analiza në Londër e në Washington në lidhje me këtë, se analizat për njësi zgjedhore duhet t'i bëjmë vetë ne, dhe jo të në paraqes dikush nga jashtë, pas realitetit. Njësi zgjedhore rregullisht duhet t'i përshtatën nevojave demografike që ka një shtet. Dhe në qoftë se realiteti demografik i Maqedonisë është multietnik, realisht është binacional, me dy popuj që bartin stabilitetin, ndërtojnë shtetin, ekonominë, gjithë shka, por që edhe destabilizojnë, apo? Që janë shqiptarët dhe maqedonësit, atëherë edhe njësi zgjedhore duhet t'i përshtaten këtij realiteti. Unë nuk mund t'jem pra një njësie zgjedhore dhe të konkuroj në Strumic, kur unë atje s'kam struktura organizative dhe s'ka kush ma ndjek procesin e numrimit dhe të votave, por edhe parandalimin e mbushjes së kutive. E kur ta kesh një njësi zgjedhore, atëherë natyrisht që çdo mbushje kutije në Strumica në Kavadarc reflekton në numrin e votave që i merrtin tetove në Shkup. Apo. Dhe plus edhe me numrin e votave që janë votuar në zgjedhjet e kaluara mbas analizave që kemi bërë, minimumi humbën 2 deri 3 deputet shqiptar. E pra nuk janë pak. Jo, sepse këto shtohen dhe nga ana tjetër. Është e disi. Prandaj duhet të jesh i thellë në analizën që e bën dhe jo ti marrish prej jashtë analizën. Mos e nxjerrësh prej goje marrëveshjen e orit dhe mos dish se ç'është esenca e marrëveshjes së orit. Të kundërshtosh Kristian Mickovskin dhe unë e kundërshtoj, apo zëshëm dhe fuqishëm në deklaratat e tij që thot hajt heqim mekanizmin e Badenterit dhe të propozosh një njësi zgjedhore në të cilën pastaj mekanizmi i Badenterit bëhet i paimplementueshëm dhe me pragun 5%, apo jo. Sepse marrëveshja e orit në bazën e saj ka që Maqedonia do të ruhet, stabiliteti i saj duhet ruajtur duke mbajtur balancat etnike që ka Maqedonia e Veriut. Dhe jo rastësisht në preambullën e saj përmenden barësitë etnike. Pastaj komisioni i Badenterit, komiteti që quhet në parlament dhe komisionet të cilët janë nëpër këshillat, natyrisht që nënkupton që ti lind pyetja, nëse komiteti është 7-7 dhe nga një përfaqësues për barësive tjera etnike, nëse shkon në njësi zgjedhore dhe asnjë nga këto barësi etnike nuk e arrin pragun, kush do t'i përfaqësojë ato në parlament si deputet nga ai komunitet për në komitetin për marrëdhënie ndërmjet barësive etnike apo jo. Kështu që janë shumë gjëra. E para punës të bie, numri e dytë punës ne si kontrollojmë dot procesi zgjedhor në Maqedoninë Lindore. Prandaj propozimi më i mirë është 8 njësi zgjedhore. Është mirë studiuar, tash duhet marr kohë se kam dëgjuar, ne kemi promovuar këtë si ide, ka vite që e promovojmë, jo tani që u hapsi. Po, keni pasur platformë. E kemi në platformë, vazhdojmë që ta kemi në platformë. Rregullohet çështja edhe këtyre komunave që janë të ndame në 2 njësi do të jenë me 1 njësi. Do të prodhohet, nuk do ketë nevojë të ndryshojnë kufite e njësive zgjedhore në bazë të numrit a bie apo zbie i votuesve, pragu plus 5 minus 5%, po do ndryshojnë numri i deputetëve. Nëse ka më tepër votues ajo njësi zgjedhore, do ketë më tepër deputet. Nëse ka më pak, do ketë më pak deputet dhe i bën të barabartë në përfaqësinë deputet. Kur flitet për kodin zgjedhor, gjëja e parë që duhet diskutuar është e drejta që të votojë diaspora. Jo të mund të drejtohet me autobuse, me aeroplan sa herë që ka zgjedhje, po ta marrë të drejtën të votojë me post prej atje dhe të votojë për këtu, për deputetët këtu, për njësi zgjedhore këtu dhe pa pas nevoja që të kemi njësi zgjedhore të diasporës, shembulli i Kosovës edhe i Shqipërisë, i cili e ka implementuar në zgjedhjet e fundit duket ishte. Tani një element tjetër që u diskutu në temën e liderëve, po që ngeli heshtur azi, që është diskutu, ishte edhe çështja e qeverisë teknike. Është quajtura marrëveshje, shfuqizimi i marrëveshjes së Përzhinës. Gabim shumë i rëndë.
për shkak se nuk mund të ketë shfuqizim të marrëveshjes së Prizrenës. Marrëveshja e Prizrenës dhe qeveria teknike është mekanizëm. Mekanizëm i cili synon që parafërsisht i parafrohemi normave demokratike dhe votimit të drejtë dhe të lirë. Dhe është vërtet tepër absurd kur e dëgjon nga goja e kryeministrit, i cili para 3 muajsh, a 2 sa ka, mor pjesë në zgjedhje lokale, duke shku dhe duke promovuar kandidatura dhe duke thënë hapur azi, që në qoftë se e votoni Abedinin, do keni projekte për qeverisë. Dhe po i njëjti, thot që ta heqim marrëveshjen e Prizrenës dhe qeverinë teknike. Jo, pikërisht, ti je shembulli më i mirë. Po, keni fjalën për punën e Bërvenicës, po. Po gjithandej. Struk, Bërvenicë, ku di unë, gjithandej ku pati mundësi. Do thënë, ky është shembulli më i mirë me veprimet e veta. Ktheheni vetëm para 2 muaj kur ishin zgjedhjet. Apo, kur ishin zgjedhjet, është shembulli më i mirë se pse marrëveshja duhet të jetë jo tani. Jo mbasi tike kjo qeveri, po duhet të ekzistojë si mekanizëm sepse minimizon në i farforme keqpërdorimin që pushteti i bën këtij votuesi të varfër, sepse kur thuash që ta heqim këtë mekanizëm, ti duhet të thush që nuk ka më punësime politike, partijake, apo? A ka, s'ka, veti. Se s'keni qef ju gazetarët me pyetje, po përgjigje me pyetje. Ka plot. A ka pas plot? A ka ndryshuar ndonjë gjë? Asgjë. Jo, pikërisht këtu edhe është edhe çështja e ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat, zoti Sela. Flasim edhe për atë. Jo sepse jemi në fond, jo. Veç ja po e përmbyll. Po e përmbyll idenë. Më thënë, një, duhet të tregojsh edhe këta. E dyta, duhet të tregojsh ky popull prej kur ka ardhur në qeveri. Shtresa e mesme ekonomike është bëmër mbi 80% ja. Sepse një shtet ka demokraci, sa e ka zhvilluar shtresën e mesme ekonomike të saj. Kjo është rregulli, një ndër rregullat dhe definicionet e demokracisë. E kur të gjithë këto kritere nuk i ke, a keqpërdoret policia për qëllime politike dhe zgjedhore? Po. Zgjedhjet lokale, policia ishte eskorta që shoqëronte biznesmenët që blenin vota. Po. Kështu që qeveria teknike do duhet të ekzistojë biles, duhet parë mekanizma si të jetë funksionale edhe në zgjedhje lokale, sepse nuk po e them vetëm për tani, është vërtet edhe 2021. Mungesa e mekanizmit të kryeministrit teknik dhe ministrit të mbrojtjes dhe për punë dhe politikë sociale nga edhe zëvendës ministri i bujqësisë, apo ka bërë që më tepër të jetë e shprehur keqpërdorimi i pushtetit për nevojat e zgjedhjeve lokale. Dhe 2021 ishte ky fenomen kur ishte BDI-ja në qeveri, ose po e ndaj ky ose ai. Prandaj qeveria teknike nuk mund të hiqet për sa kohë ti keqpërdor nevojat sociale që ka një i varfër për ndihma sociale dhe ja kurzon me dhënien e votës. Qeveria teknike nuk mund të hiqet për sa kohë që ti kurzon atë bujkun që me djerës nuk ka rreshtur spunuari me muaj dhe ti pastaj e kufizon dhe e pret kur të vije nata e zgjedhjeve ti japi subvencionet e duhanit që ta blesh votën e tij. Që e ka merituar në fundit ai atë subvencionim dhe ato para duanit me djersën e tij. Prandaj, asesi, sepse po dëgjoj që përgatitet ligji për ta shfuqizuar, asesi dhe bëj apel, këto janë argumentet mjaftueshme besoj. Po. Urno pyetjen tjetër. Po, pyetja me që thes kemi kohë. Kishte të bëj, po jemi krejt në fund, kishte të bëj me ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat që ka kaluar nga Komisioni i Venedikut. Ju si deputet i kuvendit të këtij vendi, nëse nuk kalon ky ligj, nuk kalon. Unë nuk e kaloj këtë ligj. E kam thënë. Si do ta ndaloni? Nuk e votoj. Çfarë do të bëni që mos të kaloj ky ligj? Do votoj kundër dhe kam votën time në kuadër badenterit që mos votohet ky ligj, sepse është i dëmshëm. Ky ligj ka vetëm 2 nene, unë kam pa ligjin. Dhe një ligj të cilin ta aplaudon Karakamisheva, apo? Dhe ta paraqet si zgjedhje të mirë, unë nuk mendoj që është zgjedhje e mirë, unë jam marrë me këtë ligj. Por nga ana përmbajtësore, sepse Arben Fetaj terminologjin ligj për përfaqësim drejtë dhe adekuat e ka dëgjuar për me. Arben Fetaj e din që unë kam punuar në lidhje me këtë ligj.
dhe kam sjell një variant ligji, që ky ligj as nuk i parafrohet. Ligji për përfaqësim të drejtë adekuat dhe duhet të përfshi, duhet të ketë parasysh institucionin dhe rrezën e veprimit të këtij institucioni. Në qoftë se, po e marrim shembull, në qoftë se kjo është komuna e Strugës, dhe rreza e veprimit të kësaj komune është në një territor e cila ka 60% shqiptar, 35 maqedon, 4 turq, një rom, një serb e tjerë, atëherë ky duhet të jetë përfaqësimi që duhet të ketë administrata në bazë të këtij numri. Në Strug faktikisht duhet të ketë 60% shqiptar, 4% turq e rom. Në qoftë se gjykata themelore në Strug, fushën e veprimit e ka vetëm në Strug, ky realitet duhet të jetë me gjykatës, me prokuror, me administrat, me portirët e dera, me të gjithë, apo në bazë të numrit që ka. Dhe po njësoj, edhe policia që vepron duhet pa deri ku e ushtron sovranitetin. Tani, nëse marrim shembull sektorin e policisë në Ohër, që mbulon Strugën, Ohrin, Dibrën, Kërçovën, duhet pa përqindja e përbashkët e këtyre zonave që mbulon ky sektor. Në qoftë se aty shqiptarët janë, po them tani, 50-50 me maqedonasit, 50-50 duhet të jetë struktura edhe në horizontalen, edhe në vertikalen e sektorit të policisë në Ohër. Atëherë ti mund thuash që ke sjell një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. A ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që të thotë që e drejta e deklarimit të përkatësisë etnike është vullnetare dhe garantuar me ligj, pa të definu prej kujt faze, është asgjë tjetër vetëm se legjitimim i keqpërdorimit që i bështë e balancusit. Apo jo. Me fjalë, ky lloj definicioni, ty ta jep të drejtën që në mëngjes të zgjohesh shqiptar, në drekë deklarohesh maqedon, në darkë të flesh si turk, dhe të nesër prapë të zgjohesh ku di un rom. Jo. Vetëm për qëllime keqpërdorimi. Jo. Këto gjëra, sepse ky është edhe qëllimi pse u shfuqizua balancuesi po. Pra të lutem, e tani arsyetimet unë edhe atëherë kam thënë, ore kur keqpërdoret një ligj, nuk e heq ligjin. E dënon atë që e keqpërdor. Çfarë ndodh me këtë kur do keqpërdoret, kur do kemi shumë dënime me safe state-in dhe heqin ligjin? Jo. Çfarë do bëjnë? Do dënojnë, po. Dhe unë kam hallin, se e nisëm nga kjo temë, unë kam hallin. Dëgjoj, disa herë nuk duhet shku me shumë dënime të mëdha, sepse atë kujtohet periudha e Covidit. Po, sigurisht, nuk është. Sa u dënuan? Me mira qytetar u detyruan, duke mos pas mundësi t'i pagojnë dënimet, u detyruan shkojnë në përburgje. Qytetarë që s'ka mbajt maskën, që kur njetë s'ka bëj një shkelje, që i detyruar të shkojnë në qeli me një, ku di unë, burgosur, i cili ka bë edhe vrasin është. Apo jo. Cili ishte rezultati në fund? Votum ligj për amnesti. Në mënyrë që të amnestohen, dhe shumë mirë që u votu. Po, sigurisht. Apo, kështu që edhe në këtë dimenzion, ti duhet pasur parasysh edhe ke përfaqësimi drejt dhe adekuat si një shtyllë shumë e rëndësishme e implementimit të marrëveshjes së Ohrit, po jo vetëm, si një shtyllë shumë e rëndësishme e parandalimit, sepse ka pasoja tjera një zgjidhje ligjore e mirë, e parandalimit të asaj që ne i quajmë proceset montuara politike dhe kthim i besueshmërisë tek qytetari ke sistemi gjyqësor, ka edhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, sepse kur ti në Tetov 90% të gjykatësve do i kesh shqiptarë dhe të prokurorëve, nuk mund ta drejtojsh gishtin që ma bëni Maqedoni, pse quhen Mabedin ose Zjadin ose Arben. Apo, kështu që edhe ky dimension duhet llogaritur. Tani, po ligj që sillet aty vetëm për të rrah gjoksin dikush që sollem në një ligj. Sot e kësaj dite thot, e kemi sjell ligji për përfaqësim drejt dhe adekuat. Ligji s'është në procedurë parlamentare askund. Ore, duhet ndaluar së shkeluri mbi institucionin më të rëndësishëm të një demokracie. Kush është? Kuvendin. Kuvendin. Po. Ç'ndodh me ligji për Safe City? Të shkilet institucioni më i madh i parlamentit, ta promovon me muj qeveria dhe ju thot sa deputetëve atje bëni ju iniciativë. Do thonë edhe tregon që i ka mjet,
vegël që i përdor qeveria si të doja i. Njësoj edhe me këta, dhe qëjmë ligjin e Komision Venecias, kaloj në Venedikut. Pse s'duhet kaloj një ligj Komision Venedikut i cili thot që se cili ka drejt deklarohet si të doj. Pse duhet një gjykatës europian të jetë kundër një zgjidhje të tillë. Kur ai problemi real, dhe sepse ai nuk merr parasysh paragjykimet ose të kaluarën, po. Po, paragjykimet që kanë qytetarët këtu ke ne, fatkeqësisht, jo vetëm qytetarët, funksionerët, ato që udhëheqin institucione që kanë ndaj shqiptarëve ose ndaj komuniteteve të tjera. Prandaj një ligj që nuk do bënte gjë tjetër, as pak s'do e përmisonte punësimin dhe përfaqësimin e shqiptarëve, por do kishte vetëm një efekt negativ. E diti si do ishte? Përsëri shqiptarëve t'ju thonë, ja vadhame dhe ligji për përfaqësim drejt dhe adekuat. Se kështu veprojnë këto, klasa politike maqedone, po? Mendojnë që na japin diçka ne, sikur e kanë tyre. Jo mos është e tyre. Është e jona dhe ne s'kemi nevojë për lëmosh. Dhe prandaj, ky ligj që unë kam lexuar dhe besoj që ky është zgjidhja ligjore, ka dy nene për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, ku citon përfaqësimin, që lejon deklaror si duhesh në procesin e punësimit, dhe një 6-7 nene të tjera që tregojnë komisionet. Ku dimë ç'do bëjnë komisionet që do krijohen nga qeveria. Që nuk kanë para fjalë, ligj që ka për qëllim që ta shtoj vetëm listën e atyre që shifni sa zemërgjër jemi ndaj shqiptarëve, a në ndërkohë s'kan bazë gjë, nuk kalon. Nuk kalon. Do kaloj ligj për përfaqësim drejt dhe adekuat dhe unë kam propozimin dhe jam i gatshëm me zi pres të vijë procedurë parlamentare dhe natyrisht unë do flas për gjithë këto gjëra. Sigurisht. Kuvendi 27 dhjetorit në partinë tuaj, me cilën ju drejtoni, paraprin edhe një kongresit që e keni paralemruar që do ndodhë në pranverën e këtij viti. Ku jeni me përgatitjet, zoti Sela? Jemi në proces e sipër. Në fazën e parë kemi konsoliduar, kemi sjell dokumentet e nevojshme, është konsoliduar Komisioni Qendror për organizimin e kongresit, ja zgjedh koordinatorët nga Likova deri në Struk, që do të bëjnë organizim, koordinatorët e degëve flas, dhe zavendës koordinatorët që do bëjnë organizim. Tani jemi në fazën e dhe në jetën koja zgjedh edhe koordinatorët e nëndegëve. Tani jemi në fazën kur njerëzit antarësohen, bëhen pjesë e aleancës për shqiptarët, jemi të hapur për gjithë qytetarët, pa marrë parasysh ku kanë qenë antarë deri dje, pa marrë parasysh kë kanë përkrahur në zgjedhjet që kaluan. Kongresi është ideja e hapjes së partisë për masat e gjëra të qytetarëve, dhe secili shfrytëzoj rastin një televizioni juaj, pa para një thirrje, apo shfrytëzoj rastin që t'ju them të bëhen pjesë e aleancës për shqiptarët, sepse ne ndihemi krenar kur e themi, me që duhet mburremi vetë, gjë që ose pëlqej. Ne vetë se kemi realizuar për sa kohë veprojmë në skenën politike, kemi kaluar një periudhë të keqe që ne do ta përdorim për të mbushur mend mirë, apo që të mos ndodhin ato që i ndodhen aleancës që kur u la në dur të ligave të këqija, dhe i bëj ftesë që të bëhen pjesë e këtij organizimi politik. Ne jemi ata që kemi qenë çdo herë në krah popullit, për popullin, dhe në veprimin ton politik e masin me pyetjen që ja bëjmë vetes. Ç'bëm për popullin prej kur hym dhe deri nga dolëm. Mirë, me që jeni para kongresit, ne po e përmbyllim me këtë ftesë që i dërguat publikut dhe audiencës që ju dëgjojnë. Do të Sela, ne këtu e përfundojmë këtë intervistë. Faleminderit për prezencën, ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ime. Ndërkaq me juve shikues të nderuar, mirëmbëjtje deri në takimin ton të radhës.